populli nuk kanë qenë, domethënë, të shkolluar, martesat kanë qenë më stabile sa sot. Sot për një defekt shumë të vogël, për një telefon prishen. Ai nuk është martesë. Nuk është martesë, them sinqerisht. Ti kur ke vendosur telefon, po prishin që ai ka gjetur në telefon. Në rregull, mirë. Një familje, një çift, se telefonin e një familje e ndeshme dhe e devotshme është kur e lën telefonin në hymje edhe shkon rrin me fëmijët e tu me bashortë. Vetëm po të më dhon mesazhin. Sot me gjithë të mira që i kemi si popull, qoftë qoftë diasporë, ndamjet janë jashtëzakonisht mëdha. Jemi rritë si popull, bre, edhe kanë menduar edhe më shumë. Mandej jemi rritë edhe me luksin. Sot bëgjysh jam e ka pas luksin më të madh, mi bë turshi, drut edhe një shporet. Mi shtin mbrana shtator dhe në rregull është. Sot e kena luksin qysh me bë mas grandi do tokë, që aty s'kan më marru banesa. E kena luksin i kerr 00. Sot është luksi. Sot Gentiani e bën një spot që i kushton 5.000 euro. A këty në herë shpresa gashi ose në gjmi pakarusha ka bo me 5 euro, që aty te i gjerenike, një dek që aty dhe u kry spoti. Që sot bën spot dhe 10.000 euro, sot kushtoj me dheni, shtash në falë, një spot që këtë... Gjakomorë, kështë të regojnë... 6.000 fasha. Shkur, bastaj, po thu, e bën një spot 5.000 euro... Su rritë luksi, e rritë kushtet. Rritë luksi, bre, ka avansu teknologjia, bre. Ja rritë mundësi.